probleme të smundjet malinje është që qerizat normale bëhen jo normale dhe shumohen shpejt. Dhe duke shumohen shpejt rrezikojnë organizmin. Dhe faktori kryesor që i bën qerizat në qafën e mitrës që shumohen shpejt është pikërisht HPV-ja, Human Papilloma Virus. Normalisht që ky virus, nëse e gjeni të rënd përshtatshëm, gjasët për të shkaktuar probleme i ka shumë më të mëdha. Nëse ai subjekt, ajo grua, është duhanpirëse, numri i madh i lindjeve, kushtet sociale dhe kushtet ekonomike, jo të mira, numri i madh i partnerëve seksuale dhe numri i madh i partnerëve seksual të partnerit, nuk duhet të keq kuptohem, mirë po këto janë fakte shkencore. Do thotë HPV është ajo që shkrep procesin, mirë po ky proces, nëse e gjeni të rënd përshtatshëm, domosdoshmë që do të manifestohet shumë kollaj. Favorizon shfaqjen. E ta shafa mitrës është një pjesë e cila lidh vaginën me mitrën. Është pjesë e mitrës. Mirë po edhe në aspektin gjenetik, po edhe shëndetësor, sillet gati si entitet krejt i veçantë krahasu me vaginën edhe me mitrën. Po. Do të thonë sërish do të ndalemi te Human Papilloma Virus. Qysh e din një pacient, në shumicën e rasteve shfaqen ato kondilomat apo lythat, siç njihen, por a janë këto çdo herë prezente, kur paraqiten, kur janë të rrezikshme? Po, HPV-ja i ka 100 tipe, e thash. Edhe këto a janë gjitha të rrezikshme apo? Jo, këto tipet me rrezikshmëri të lartë shkaktojnë kancerin. Tipet me rrezikshmëri të ulët e shkaktojnë kondilomat. Do thotë kondilomat, kush i ka kondilomat, jo patjetër është veçanërisht i rrezikum, ndërsa është e vetmja e njëjta familje e viruseve. Krahasimisht është sikur të themi kështu. Në njëjtën familje është edhe një kotele, një mace, edhe një leopard. Një për leopardit me rohemi, por kotelin e mojmë gjoks, edhe për delin. Tash nuk po them që... Por një moment mundet me u bërë rrezikshme. Kështu që edhe dikush që ka kondiloma, duhet ta merr si arsye të fortë që të konsultohet me mjekun ginekolog që çfarë duhet bëjë që këtë proces ta kaput, që të mos avancon në smundje vështirë të menaxhueshme. E që probleme me kondiloma dëgjojmë që ka raste të shumta. Ta shfrytëzojmë rastin këtu të shpjegojmë çka duhet vepruar në raste të tilla kur ato veç janë në organizmin qoftë gruas apo të burrit. Fillimisht dua të bëj të qartë që virusin ne nuk mund ta shkoq, nuk mund ta kapusim, ta largojmë prej trupit. Shumicën e herave organizmi vetë largon përmes mekanizmave të imunitetit dhe kjo ndodh shumicën e grave deri në moshën 30 vjeç. Në moshën 30 vjeç tutje nëse një grua ka virusin në trupin e saj, me shumë gjasa do të vazhdojë që ta ketë krejt jetën. Por ajo që ka neve na intereson është ky virus që është prezent, po tjetë, apo mrin me shkaktuar ndryshime në organizmin e asaj gruaje. Edhe të burrit, por shansat janë shumë më të vogla të burrat. Minimale, të papërfillshme krahasu me gratë. Dhe pikërisht këtu qëndron esenca e kontrollave të rregullta. Që ne duke bërë kontrolla të rregullta, na intereson se virusi a e cenoj, a e dëmtoj, a shkakton ndryshime në qafë mitrës. Dhe po ta vrem që po pat ndryshime në qafën e mitrës, ato ndryshime nuk trajtohen me ilaç. Ato ndryshime duhet të hiqen, duhet të largohen. Intervenimi është minimal nëse zbulohet herët. Dhe pikërisht kjo është esenca e kontrollave të rregullta. Tash, a jep shenja smundja? Për fatkeq nuk jep shenja. Një grua nuk e din që e ka një problem në fazat e hershme. Nëse ajo do të ketë probleme, për fatkeq u shëmbon. Pikërisht kjo arsye që cilat janë problemet kur të shëmbon? Kjo është arsye që ne i themi grave duhet vinë për kontroll. Jo kur të kenë probleme, po duhet vinë kur janë shëndetshëm. Është një dhuratë që duhet ja bëjnë vetes saj. Një herë në vetë një pap test. Një herë në 30. Më pas po, varësisht nga rastet. Qëse dhe mirë një herë në 30. Dhe është një dhuratë që ja bëjnë vetes edhe tërthorazi, një gift card edhe këtë familjes. Se nëse ajo do të jetë mirë, gjithë familja do të jetë mirë. Patjetër. E tash këto ndryshimet, shenjat që i shfaq kanceri, nuk e di është momenti që të themi, po nëse i themi janë probleme që është gjakderdhja, sekrecionet të shtuara me erë të pakëndshme, rënja në peshë, janë të frikshme si shenja. Janë të frikshme dhe janë të vëndshme njëkohësisht. Por shpeshherë kur e kemi një subjekt, një pacient të tillë përballë, ajo çfarë mund të bëjmë është një operacion shumë radikal, i cili e cenon edhe
edhe jetën, por edhe cilësinë e jetës dhe terapi shtesë e cila ndikon shumë negativisht. Kështu që këtë temë ndoshta ta lëm si vetëm si informacion, po. si informacion që megjithatë është i rëndësishëm që mos të vi deri te kjo. Pikërisht. Jo me shfaq panik, por është për me shfaq panik. Pikërisht po pajtohem me ty.